Ekonomia shqiptare u zgjeruar me 3,96% në vitin 2024, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me 2023-shin. Instituti i Statistikave në raportin për produktin e brendshëm bruto bën të ditur se efekti më i lartë erdhi nga administrata publike si pasojë e rritjes së pagave, ndërkohë që pozitivisht në rritjen ekonomike edhe në vitin e shkuar vijoi të kontribuojë sektori i ndërtimit, tregtia e akomodimi, ashtu siç nisi edhe vitin, ashtu edhe përfundoi, ndalur sipas tremujorëve fillimi i vitit, por edhe fundi i 2024-s pësuan një rënje të treguesve të rritjes ekonomike duke u zgjeruar me vetëm 3,63%. Grupi Administrata Publike, Arsimi dhe Shëndetësia shënoi rritje prej 9,67%, i pasuar nga ndërtimi 5,86%, ndërsa tregtia dhe akomodimi si rezultati i zhvillimit të turizmit u rrit me 5,69%, ndërsa sektorët prodhues në vend vijuan rënjen disa vjeçare. Më i thelluar, ky raport vret tek industria me 6,78%, si pasojë edhe e zhvlerësimit të eros, ndërsa keq financimi në bujqësi ka bërë që ky sektor në 2024 të shënojë rënje me 1,15%. Sipas Ministrisë së Financave, në 3,9% parashikohet rritje ekonomike për periudhën afatmesme 2025-2027, ndërsa sipas Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim BERD, ekonomia do të rritet me 3,7% për këtë vit.